Ndër fermerët e dëmtuar. Po, ja ku i ke atje, kanë të 120 rrezullin. Atje s'pudesh do të me në lozhi, në papastëri, lej ullin e qojnë në lumaj. Ullin janë pa vjell. Kam të 1 hektar jonq, tashin taksat i japim tëra, dom dorë shteti, nam, i japim, tashin nuk themin e kljohet mytën 2017, 5 vjet, ishim shirfatit, zoti, nuk na mbyti. Kësa rana ka mbyta, ka bërë dem kolosal. Vesh atje s'hiqet lozhi menje, që ka hipur mbi ullin, mbi jonq, nuk pastrohet toka me. Jeni dëm shpërblyer në përmbytjet e më parë? Asnjëherë, vini, shënojnë kështu e ikin. As një pak o makarona, jo lek. Fare. Me fjalë edhe këtë vit, pavarësisht se mund të dalim për të verifikuar, nuk keni besim. S'kemi shpresja, do vinë kot, do shënojnë kot, do ikin. Sa ju dëmton kjo në ekonominë tuaja familjare, pasi këtu e keni bazuar jetesën? Unë atje mund të kisha 200 litra vaj, që s'kam atje me kokër. Hajde shikojnë në vend. Atje lozhi ka vajtur me, atje unë po mze kokër se i do të lozhin me. Lek e shtet, kemi humur besim, s'ka shtet. Erdhen këtu ata shikojnë lumin, shikojnë mos mbyten shtëpit, tokat, e këtyn të rujt andej ja qonë majt ullirit. Mbrojtën punën e tyre ata, mos ashu me familjet, mirë ben. Po tashin edhe këtu, vetë dosh për bleje. Ku di u shjej fëmitun? U me atok jam, ja. Ka marrë me goma, vim gjezje darga, punoj të ajo toka rakopëm. Tashi vetëm e shikoj, si a i vdekur dhe i pavarrosur të. S'kam besim të shtet, nuk ka shtet. Se she para herë, gjithmonë kemi mbytur, kanë ardhur, kanë verifikuar, kanë plotësuar ato, kanë ikur.